Lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, në një konferencë për mediat pas mbledhjes së kryesisë së kësaj partie, ka thënë se s'janë në pozicionin as për të dhënë ofertë për formim të qeverisë, derisa kjo e drejtë i takon partisë së parë, asaj që doli fituese nga zgjedhjet e rëndshkurtit, pra vetëvendosjes. Ne si jemi në pozicion që t'i japim një ofertë, s'mund të nisim pazare, jemi në opozitë, i takon të parit dhe vetëm të parit që ta formojë qeverinë. I pari ka thënë se du ta bëj qeverinë, u shpreh Abdigjiku. Po ashtu ai tha se s'mund të përmenden terme si qeveri e opozitës, pasi s'dihet kush do të jetë në opozitë. S'mund të thuhet qeveri e opozitës apo e pozitës. Kemi rezultat, nuk dihet ende kush do të jetë në pozitë dhe kush në opozitë, deklaroi Abdigjiku mëtej. Fjallimi i Abdigjikut erdhi pas 5 orë diskutimesh në kryesinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Gjatë takimit, LDK, e cila doli e treta në zgjedhje, shqyrtoi rezultatin zgjedhor, performancën e saj në degët brenda Kosovës dhe në diasporë, si dhe qëndrimin e saj politik pas shpalljes së rezultateve përfundimtare. Kryetari i LDK-s, Lumir Abdigjiku, deklaroi gjithashtu se nuk ka zhvilluar asnjë takim me ndonjë subjekt tjetër politik në Kosovë lidhur me koalicionet pas zgjedhore. LDK-ja ka të qartë pozicionin politik karshi lëvizjes vetëvendosje. Nuk duam, nuk kemi dhe nuk do punojmë për një bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje, deklaroi Abdigjiku. Ai shtoi mëtej se LDK nuk do të pranojë të jetë pjesë e ndonjë qeverie pa postin e kryeministrit. LDK nuk do të punojë për një qeveri afatshkurtër, pa u caktuar edhe pozita e presidentit të ardhshëm. LDK nuk beson se do të ketë stabilitet, nuk do të bëjmë gabimet e së kaluarës që më pas të pësojmë elektoralisht, deklaroi Abdigjiku. Sa i përket formimit të institucioneve, ai theksoi se i takon partisë fituese të zgjedhjeve që të nisë procedurat për caktimin e mandatarit dhe kryetarit të kuvendit. Presin veprimet e partisë së parë, pas këtyre veprimeve do ta keni edhe pozicionin e LDK-s, shtoi ai.